Partizani Vllaznia barazim 1-1 me teknikun e ekipit të kuqve, Oltion Kërnaja. I kënaqur për këtë barazim? Jo, sigurisht që nuk jam i kënaqur për këtë barazim. Meritonim të fitonim, sigurisht, madje mund të them edhe me shumë gole diferencë, por futbolli ndonjëherë është edhe i padrejtë, nuk fitoj gjithmonë ekipi më i mirë. Ne kishim rastet tona për të shënuar për ta bërë 2-1, 3-1, 4-1, kështu që Vllaznia nuk me një goditje në portë arritet merr të një pikë. Kërnaja, ishit në avantazh 1-0, kishit mundësi ndoshta të harroni këtë avantazh, por Vllaznia ju barazoi dhe ju kërcënoi në vazhdimsi. Ju vjen keq që kishit mundësi të harroni këtë avantazh? Ne nuk besoj që na kërcënoi ndonjëherë Vllaznia përveç asaj goditje. E vërteta është tjetër, e vërteta është që ne kishim 4-5 raste për të shënuar edhe për ta çuar 2-0, edhe për ta shënuar 2-1, si rasti me Mehmetin, goditje standarde, shtylla e Vusallit, pritjet e portierit, statistikat po i shohim gjatë gjithë meshës, Vllaznia ka vetëm një gjujtje në portë dhe ajo është gol. Kështu që më vjen shumë keq për 2 pikë të humura, për sakrificën që bën çuna sot në fushë, por futbolli ky është, thashë edhe nuk fitoj gjithmonë më i mirë. Kërnaja, ndjeni ke qartur që asnjëherë që nga momenti që keni marrë fikimin e Partizanit nuk e keni pasur kur e plot nuk kishin ndoshta më shumë. Kjo është një situatë tjetër, është e vërtetë që ndoshta mund të kishim diçka më shumë, duke parë që mungojnë shumë lojtarë të ekipit që janë që në baza, po mundohemi ta plotësojmë nga lojtarët e ekipit B, mos harrojmë se Kola është një isha parë që lu nga fillimi në superiore dhe shqyqyr Zotit, po performojnë mirë edhe djem që janë si rezerve në thonjza. Çfarë mendimi keni për atë çfarë tha Edi Martini? Shkoi që Partizani është një nga rivalet e Vllaznisë. Nëse Edi Martini e ka thënë në të vërtetë që Partizani është rival, do ishte serioze, por nuk besoj që as profesor Edi, që do të them profesor Edi, as një ekip mund të bëjë ironi me emrin e Partizanit. Është një ekip i madh, mos harrojmë shumë trofe. Vllaznia seriozisht po bën një sezon të mirë, por ekipin herën e fundit që dal kampion ka qenë vitet 2000, më sa më mendoj dhe kohën e luftës, kështu që nuk mund të bëhet ironi me emrin e Partizanit, emrin e madh të ekipit Partizani. Sigurisht që po e kanë vlerësuar, se nuk nëse e pyetën për një ekip që është 12 pikë më apa, s'ka si thotë është konkurrent në të drejtë. Oltion Kërnaja me një përvojë e gjatë në pankinë me disa skuadra të Shqipërisë, tashmë duket se me sukses tek stoli i Partizanit keni për krah dhe një koleg tuaj shumë aktiv si Zhivanaj. Duket se dysha Kërnaja Zhivanaj po funksionon mirë dhe në opinionin sportiv dhe brenda burimit pranë klubit të kuqve, vjen dije se ju kanë afruar edhe besimin. Po, sigurisht ne jemi deri në fund të sezonit, jemi së bashku, Ralfi kemi qenë së bashku te ekipi B, tashmë Ralfi është bën punën që do bëja unë, është trajneri i parë ekipit B dhe ndihmës i imi, jemi një, bashkë me Ralfin është edhe kushtrimi dhe jemi një grup djem të ri që besojmë shumë të njëri tjetrit dhe është një staf shumë i mrekullueshëm që kena te Partizani. Ndeshja e ardhshme për Partizan? Elbasan, sigurisht përfitore. Jo, thashë edhe Partizani është ekipi një emër i madh dhe çdo ndeshje i përfitore. Kërnaja, faleminderit.